sepse ky projekt ka shkelje nga të gjitha anët. Atje mrapa bashkisë janë shtëpia historike që jo vetëm që nuk vinë me i pa, me rishiku, me i vlerësu, po dalin me prishje, natën, ditën, s'ka rëndësi. Ato duan që të bëjnë një selektim të gjithë banesave aty, dhe për këtë gjo kanë acaru gjithë banorët e asaj zonës aty, dhe jo vetëm, dhe nga krau tjetër. Dhe për këtë gjo, duhet kishin dalë së pari herë me restaurime, me rregullime, dhe duhet kishin ra dagortësi me njerëzit. Jo të nxjerrin vendim ato për prishjen e banesave aty historike, që aty janë brezat edhe jemi trashëgut gjithë. Gjithë kjo vjen nga si pasojë e përfitimeve të asaj zone aty. Ajo zonë aty ka vlera të mëdha, jo vetëm historike, por ka vlera edhe sot për shumë gjëra. Dhe këtë zonë, këto duan ta marrin dhe duan të përzejnë banorët që rrinë aty me vite. Unë jam sot brez i 4, nesër do jeti 5 të fëmija im. Si mund t'iki unë nga jo zonë aty dhe t'viti kusht tjetër që nuk ka lidhe me atë zonë fare. Edhe do t'a marri. Edhe jo vetëm kjo, po na del me idenë që do botë parkim publik aty, për jo edhe i rri blulishte, edhe kjo, edhe ku në shtëpiat private. Ndërkohë që gjithë parkimet ishin to zonat e lira, hapësirat publike për banorët ishin gjitha pas zana, dhe tani uzun ato dhe usulen ke shtëpiat private. Po si mund të lëshoj unë shtëpinë time aty mrapa, që e kam me breza, dhe shumë mirë këto të bashkisë e din, që aty është edhe stërgjyshi që ka firmos për pavarësinë e Durrësit këtu. E kanë aty edhe mbi emrin dhe emrin, e s'kam nevojë ta përmendun, t'ja bëj qartë edhe herë. Mos t'i afron më lagjes aty, ose nëse t'i afron ke lagja, du të vi dakord me ne. 6. U shpall raporti i World Heritage Watch për gjendjen e pasurive të trashëgimisë botërore të mbrojtjes nga UNESCO. Për herë të parë, aty është përfshirë edhe Durrësi dhe amfiteatri i tij, dhe pse ende është në listën e kandidatëve, pra kandidat listë. Në gjendjen aktuale të amfiteatrit të Durrësit, projekti me projekti ti debit i imponuar nga ADF-ja dhe qeveria shqiptare, vëhet përpara këtij entiteti me gjithë kundërshtimet ligjore dhe në lidhje me trashëgiminë kulturore. Raporti për amfiteatrin e Durrësit thekson se thelbi dhe detyrimi i brezit ton duhet të jetë ruajtja dhe mbrojtja dhe jo zhvillimi dhe shfrytëzimi. Sot raporti i UNESCO-s i është dërguar UNESCO-s, institucioneve shkrimtare të saj, si dhe shteteve palë, përfshi qeverinë shqiptare. Gjetjet e tij do të trajtohen në sesionin e 48 të Komitetit të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s në Busan, Kore, në korrik të këtij viti. Le të bashkojmë të gjithë arritjet tona dhe në mbrojtje të trashëgimisë kulturore të qytetit të Durrësit, duke parashtruar të gjitha problemet që ka sjellë ky projekt, jo vetëm në fushën e trashëgimisë kulturore, por edhe në më pas në sistemin e menaxhimit të debit, i cili do të sjellë pasoja të pariparueshme për qytetin e Durrësit. Është shumë e rëndësishëm të theksojnë këtu që nga puna e gjithë këtij grupi që mbase i duket i vogël, por që përfaqëson një grup shumë të madh, rreth 200 pronarësh, të prekur në prona banesash apo në prona objektesh, të cilët me vendosmëri kanë rreth 10 muaj që ngrenë zërin e tyre në mënyrë persistente, në mënyrë qytetare, duke i kujtuar të gjitha organeve të shtetit shqiptar dhe të atyre lokale, që është koha të bëjnë një hap brapa. Ky Këshill Bashkiak ka, sipas ligjit të planifikimit të territorit dhe të pushtetit lokal, ka mundësinë ta pezullojë këtë projekt.
dhe njerëzit sot këtu janë pikërisht për t'i kujtuar këtij Këshilli Bashkiak. Pezulloni projekti tashmë është i dëshmuar me probleme pas takimit dhe që bëm me kryeministrin. Kjo administrat ka bërë tashmë një hap mbrapa duke konstatuar që ka gabime të rënda në pronësi, në lista pronësie, në lista projekti. Dhe këta njerëz tu, dhe i bërë shumë se këta, 200 familje të cilët kanë frikë shpesh të dalin, sepse kërcënohen me vende pune e me bukën e gojës, janë dëshmitar të faktit në letra dhe në raporte që këtu po bëhet një masakër e madhe, jo thjesht urbane, por njerëzore dhe historike. Ndaj ky Këshill Bashkiak duhet të vinë në pozicionin e vetë si qeveri lokale, të ndaloj dhe të pezulloj projektin tij përderisa ai po rishikohet. Thirrja kudo në Shqipëri tash është, pezulloni projektet të cilat janë bërë në mënyrë abuzive, klienteliste dhe që i shërbejnë vetëm një kaste të pasurish apo nuk e di se çfarë, por jo qyteteve. Një ndër to është edhe projekti i Durrës, i cili na bashkon të gjithëve, pavarësisht ideve dhe pavarësisht pikpamjeve politike, në një qëllim të mbrojmë trashëgiminë kulturore të këtij qyteti.